Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Çfarë është më e mirë për kërkuesin e diturisë? Të ketë jetesë aq sa i mjafton, të ketë pasuri aq sa i mjafton, apo të mos ketë fare. Përgjigjja më e mira për të është të ketë aq sa i mjafton. Të jetë në gjendje mesatare. Ka thënë Imam Shafi'i, Allahu e mëshiroft, "Akhi, لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببياني." Vëllai, nuk do të mundesh të marrësh dituri vetëm se me 6 gjëra. Do t'i sqaroj ato mirë. Thot: "Zakaun, wa hirsun, wa ijtihadun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadhin, wa tulu zamanin." Të jesh i zgjuar, të kesh interes për dije, të përpiqesh, të jesh i zellshëm. Kjo është cilësia e tretë. E katërta, të kesh mjaftueshmëri, të kesh pasuri apo mjete jetese aq sa të mjaftojnë. Kjo është e katërta. E pesta, të shoqërohesh me mësuesin, me shehun, me hoxhën që të mëson. Kjo është e pesta dhe e gjashta, kohë gjatë. Duhet kalosh një kohë gjatë duke marrë dituri, duke marrë me dijen në mënyrë që të bëhesh i ditur. Pra 6 cilësi i ka përmendur Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, po i përmend ato duke i sqaruar një nga një. E para, zgjuarësia. E dyta është interesimi, të interesohesh për dijen, për mezhliset e dijes, për vendet ku jepet dituri, për librat, të kesh librat që të nevojiten. Pra duhet të interesohesh. Nëse njëri nuk tregon interes, nëse nuk ka ambicie, s'ka dëshirë, nuk mund të bëhet i ditur. Ndaj duhet që të zgjojmë interesin, duhet që të arrisim ambicien për dituri, të tregojmë interesim për të marrë dituri aty ku merret dituria. Profeti ka thënë: "Ihris ala ma yanfa'uk", interesohu për çfarë të bën dituri. E treta është zelli, do të jemi të zellshëm. Nuk merret dituria me dembelizëm, me rahat. Prandaj ka thënë Yahya ibn Abi Kathir: "Lan tanala al-ilma bi rahati al-jasad." Më ka thënë babai, thotë Yahya ibn Abi Kathir, më ka thënë babai, nuk merret dituria me rahati. Edhe të rahatohesh, edhe të marrësh dituri nuk bëhen dyja. Duhet zell, përpjekje, me lënë dembelizmin. Dembeli nuk bëhet i ditur. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahu që ta ruaj edhe nga paaftësia, edhe nga përtatësia. Ka thënë: "Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wal-'ajzi wal-kasali." El-'ajz është paaftësia, el-kasal është dembelizmi, përtatësia. Kërkuesi i diturisë duhet të jetë përtatës, zgjohet herët, përpiqet, merr pjesë me mezhliset e dijes, e kap librin, merr kap Kur'anin, e mëson pjesën rregullisht, nuk i le detyrat, nuk i le mësimet pasdore. Kjo është e treta pra. E katërta, me pas mjaftueshmëri. Faktikisht kjo se ne jemi kërkues diturie gjatë gjithë jetës. Edhe këtë do ta ketë parasysh nënsi i diturisë. Ka nevojë që të ketë mjaftueshmëri. Dhe kur flasim për mjaftueshmërinë, domethënë të ketë aq sa i mjafton. Të jetë në gjendje mesatare e shoqërisë. Po patë sa të mjafton, je mirë. Se nëse njëri ka më pak, kjo mund ta pengojë nga kërkimi i diturisë. Po mund të bëhet shkak që edhe të tregohet i ulët kërkuesi i diturisë. E nëse ka më tepër se i mjafton, ndoshta nuk ja jep hakun pasurisë. Edhe pastaj e le kërkimin e diturisë, ose mund të bjerë në harame e kështu me radhë. Po gjithsesi, nëse njeriu kërkon Allahut mjaftueshmëri, dhe Allahu jep më tepër, mirësi nga Allahu për të, siç ka qenë Abdullah ibn Mubarak, ka qenë i pasur, ka pas sahabë që kanë qenë të pasur. Mirë, po synimi i kërkuesit të diturisë do të jetë të kem sa mjafton. Të punoj, të fitoj sa për të mbajtur, për të mbajtur veten dhe familjen. Nëse Allahu ja ka lehtësuar kërkuesit të diturisë rrezikun dhe ka sa i mjafton, në burim të pastër, të ndershëm, vazhdojnë. Nëse nuk ka, do bëj një punë sa për të mbajtur dhe përparësi do të ketë diturinë. Kështu kanë qenë të parët e këtij ummeti. Edhe unë pranoj solla këtë thënie të Imam Shafi'it rahimahullahu ta'ala, që ta di kërkuesi i diturisë, ai që do më u bëj ditur, se në çfarë gjendje duhet synoj, të ketë mjaftueshmëri. Të ketë sa për të mbajtur veten dhe familjen. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe ka thënë:
qad aflaha men aslama wa ruziqa kafafen wa qanna'ahu Allahu bima atah. Do të jetë fitimtar, do të jetë i shpëtuar. Një njeri që pranon Islamin, që ka jetesa i mjafton dhe që është i kënaqur me atë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahut që të kishte ai dhe familja e tij sa për të mbajtur. Ka thënë Allahumma ij'al rizqa ali Muhammedin qutan. Hadithi është i saktë, sa për të mbajtur. Kanë thënë dietarët, kjo që ka kërkuar profeti është më e mira që mund të kërkojë robi. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. O Allah, më jep mjete jetese halal që më mjaftojnë, edhe të mos kemi nevojë për haram. E pesta është shoqërimi me mësuesin, me hoxhën. Duhet që nxënësi i diturisë, kërkuesi i diturisë, ai që është fillestar në dave, në thirrje, të shoqërohet me të diturit, me hoxhollarët, të pyes ata, të ulet me xhliset e tyre, të përfitojë prej tyre, duhet të tregojë thjeshtësi. Nëse nuk shoqërohesh me kërkuesit e diturisë, me hoxhollarët, me mësuesit, atëherë e ke të vështirë që të bëhesh me dije. Duhet kemi durim dhe të ulemi me xhliset e dijes. Shoqërohemi me hoxhollarët, shoqërohemi me daveçit, në mënyrë që të fitojmë nga eksperjenca e tyre, të marrim nga përvoja e tyre, të marrim dituri prej tyre, derisa të arrijmë të bëhemi të ditur. Madje derisa ata të dëshmojnë për ne që o filan ti tashmë je i aftë me bën dije. Ti tani ke aftësi me shkruajt, me bën libër, me bën përkthime, me majt ligjërata, me majt mësime. Pra kemi shumë të nevojshme këtë pjesë. Shokët e profetit, ashabun nabi, u shoqëruan me profetin. Tabiin të shoqëruan me shokët e profetit. Dhe brez pas breze kështu vërejmë. Kështu njerëzit janë bërë me dije dhe kanë pas sukses në kërkimin e diturisë. Pra kemi nevojë të edukohemi dhe të shoqërohemi me hoxhollarët, me mësuesit, në mënyrë që të bëhemi të ditur. Dhe e fundit është tulu zamanin, kohë gjatë. Nuk merret dituria me një mexhlis, një javë, një muaj, një vit. Madje nuk mundet që njeriu të bëhet i ditur thjesht duke mbaruar një shkollë. Dhe këtu gabojnë shumë njerëz. Mendojnë që mbarova një shkollë, e mora një diplomë, një fakultet, e mbarova institut, kaq e kontakti me librat e fesë, me do merr me gjëra tjera. Ka mundësi që ky njeri të kthehet krejt si njerëzit e masës, që s'kan dituri. Krejt si njerëzit e masës. Pra harron dijen, harron Kur'anin, harron hadithet, harron arabishtën, harron mësimet, edhe ca çështje ngatrohen. Dhe ndoshta njerëzit e masës që falen namaz, edhe që ulen mësimet e hoxhollarëve, lexojnë libra, të kenë dituri më të saktë se sa ky. Se këti mund të jenë ngatruar çështjet e dijes. Ndaj duhet kohë e gjatë, madje duhet vazhdojmë me diturinë sa të jemi gjallë. Duhet që të shtojmë durimin, të kemi parasysh, pra duhet kohë e gjatë që më u bë njeriu i ditur. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na jap dije të dobishme dhe të na ruaj nga dija që s'është e dobishme. Allahu të bleve të mira. Walhamdulillah.